Zbulohet se dilja ku ishte ulur pasagjeri vetëm i mbijetuar nga rrëzimi i avionit të Air India. Një shtetas britanik i shpëtoi mrekullisht katastrofës së avionit të Air India, i cili mori jetën qindra pasagerëve që ndodheshin në bord bashkë me ekipazhin. Kuriozitet të madh ka krijuar mënyra se si ai shpëtoi dhe mbi të gjitha vendi ku ishte ulur. Vishwash Kumar Ramesh, 40 vjeç, foli nga shtrati spitali disa orë pasi bëri një ratisje të jashtëzakonshme nga avioni fatkeq me numër fluturimi 171 me destinacion Gatwick më herët gjatë ditës së djeshme. Pamjet treguan pasagerin me lëndime të dukshme duke u larguar me vështirësi nga vendi i aksidentit. Thuhet se ai pësoi lëndime në gjoks, sy dhe këmbë. Policia gjeti pasagerin i cili kishte qenë në sediljen 11A kur avioni u rrëzua në një zonë banimi në Gujarat dhe e transferoi atë në një spital aty pranë për trajtim. Këtë pasdite familja e tij konfirmoi se Ramesh ishte në bord, por se ata nuk ishin dëgjuar nga një i afërm tjetër i cili besonin se ishte gjithashtu në fluturim. Duke folur për mediat lokale nga shtrati i spitalit, Ramesh tha se vllai i tij kishte qenë i ulur në një rresht tjetër duke shtuar. Nuk mund ta gjej më. 30 sekonda pas ngjarjes pati një zhurmë të fortë dhe pastaj aeroplani u rrëzua. Gjithçka ndodhi shumë shpejt, tregoi ai. Kur u ngrita, kishte trupa përreth meje, u friksova dhe ika, kishte copat aeroplanit përreth meje, dikush më kapi, më futi në një ambulancë dhe më çoi në spital. Ramesh, i cili jeton në Londër me gruan dhe fëmijët e tij, po udhëtonte për në shtëpi nga India, ku kishte vizituar familjen kur avioni u rrëzua duke goditur ndërtesat ku strehoheshin mjekët në qytetin e Ahmedabadit. Në teren policia tha se kishte gjetur një tjetër të mbijetuar në spitalin e goditur nga avioni. Numri konfirmuar i të vdekurve është rritur të paktën në 240 persona sipas policisë. Përpara zbulimit të mbijetuarit britanik, autoritetet thanë se besonin se askush nuk ishte shpëtuar gjatë këtij fluturimi. Sipas policisë, avioni mbante 244 pasagjerë. Në bord kishte 53 shtetas britanik si dhe 159 shtetas indian, 7 shtetas portugez dhe 1 kanadez, 11 prej cilëve në bord ishin fëmijë, përfshirë 2 të porsalindur.